Unë e kom thonë edhe shumë hera tjera, unë e kam familjen supportuesin më të madh në jetën tem, edhe jam krenar që e kam dhja si familje. Për mu familja është primare në jetën reale edhe private, për mu familja është primare gjithmonë e them këto, edhe kom e vazhdu me thonë sa jam gjallë. Kush është Miradia? Miradia është një grua që i ka të qikë. Po i e bra, se ku me dit, aj veç emni po të kalëzër, ku me dit e ko qikat e mira. Jo, qika vetë me lesh janë e mirë, vëlla. Po çam vi mu me lesh, aj zdi njeri që me thira do të shpia. Zëdir lesh. Hajde lu qyqek, unë e peknoj, ti pekcen. Hajde lu i qyqek, rapatapatap, rapatapatap. Miq, jena me Aridonin, i cili është prej Mitrovice. Arsyeja pse jena këtu me Aridonin e kampana për jetës sociale, i cili po vallëzon tepër mirë, po kënon shumë mirë. Kush është Aridoni? Ma gjënësisht na tregon Aridoni. Aridon, përshëndetje. Përshëndetje kushtrim, faleminderit për ftesën. Unë jam Aridoni, vi për Mitrovicës, jam 31 vjeçar. Aridon, unë që atë kampanë në rrjetet sociale, edhe tash live, këtë tjetër njeri më dole. Këtë tjetër njeri jam, valla, këtë po thuj qështu. Seriozisht? Dalloj shumë për kamerës, edhe live jam këtë tjetër person, në kamerë jam këtë tjetër person. Unë e të komenu që je shumë i madhë, je ma i shnosh. I kom teshat veshë, se kam trubi ka që aty. Ja, desha. Aridon, ti jeton në Zvicër, a? Jetoj në Zvicër që 12 vjetë, po. Okej. Aridon, je i martu? Jo, nuk jam i martu. Jëm konë, si jam mu. Okej, Aridon, tash po i rrima shumë në Mitrovic. Për momentin jam ofër që 3-4 muj kësajde, po me dallime, se me komplet vitin nashti muna me thonë që jam që 8 muj në Kosovë, po jam me pauza, herë në Zvicër, herë në Kosovë, po më pëlqen jeta këtu, edhe po më pëlqen vibe që jep Kosova, edhe për ata po më pëlqen këtu ma shumë e nejtë, po besoj që ka fillimi i shkurtit, besoj që do të me shku në Zvicër, i kam obligimet e mija atje, puna. Aridon, ka lindi ideja me hinë TikTok? Qëre, ideja në TikTok ka lindë me hi, unë e kom thonë në për intervista tjera, se nuk po du kërkuna mi bo reklam, ja ka njës veç për fani, okej? Edhe masanej kom po që videot e mija jenë të shkutej për virale, edhe kom vazhdu me valzim, edhe kom vazhdu me do etikime që nashti nuk jenë të vërtejta që ishe neja, po kuptam, po ishe ne thjesht veç sa për fani, kur gjë ishtë tjetër, kjo ka qenë. Aridon, sa fiton për jetës sociale? Allah, nuk fitoj kur që ishtë. Pse ti nuk je live? Nuk hi live, shumë pak hi live. Nuk fitoj kur që ishtë. Nuk e bëj këtë punë për fitime, s'kam nevojë për TikTok, për fitime TikTokut. Që kanë prit njerëzit, familjarët, shoqënia, kyçën tonë në rrjetet sociale? Unë e kom thonë edhe shumë hera tjera, unë e kam familjen supportuesin më të madh në jetën tem, edhe jam krenar që e kam dhja si familje. Për mu familja është primare në jetën reale edhe private, për mu familja është primare gjithmonë e them këto, edhe kom e vazhdu me thonë sa jam gjallë. Supportuesin më të madh e kam vllahun, motrën, babën. Nuk është që më thujnë kështu mos bëk se gjesësh, gjithmonë jem kona i fëmija ma i madhe, dhe nashti jem kona i problemi të shpia. Që je fëmija ma i madhe në familje? Ma i madhe jem të dojt, të hallet, të tesat, të krejt jem ma i madhe. Fëmija ma i vogël janë që është problematik, dikon se ma i madhe je paski kundërta. Jo, në i madhe jem edhe më thujnë gjithmonë që të kohije qatë do që e bën. Edhe kështu që më po tëm edhe njëherë që familjen e kam supportuesin më të madh, edhe nuk është në sen në i penges ose diçka kështu, unë i shoh dokumente shumë negative në jetën aty në komente kështu, po nuk është që i marrë fort për sipër, se ka njëherë thujnë ajo se ajo që të komentojnë negative, ajo dënë me konë sikur ti, po nuk mundet me konë sikur ti, kështu që nuk është fort që i marrë për sipër ato komente. A thëm diçka, unë ma herët isha të po një intervjist kër numrave për rrjethi dhe i thash kamermani tem, thash, o zot sa interesant, që shko ka konë krejtë si qa ideali që po vjen. Po, unë të thash ma herët që dalej shumë pe kamerës, live dalej shumë. Nuk është që ma thuj pari, ma kanë thonë shumë tjerë, ma kanë thonë edhe vojzat për shembull, kur jem normal shok shoqet, kur dal me pi kafe që... Kur jena të shok shoqet, sa ki shoqe? Ja, s'kam shoqe. S'kam shoqe, se mashkulli me një femën kur s'mu në konë shok shoqe. Sa fem la i ki, bra? Ja, s'kam fem. A ke gjetë nuse?
Njoftim e sipër. Njoftim e sipër. Kur kena më ta forë nazën në dorë? Në vitin 2026. Qore, në vitin 2026, unë gjithmonë çdo fund vete vesh i këmishat e bardha. Në qëtë fund vete kom vesh një këmish të zezë. Pse? Thash në ashtë e jesë 2026 a barë si bura. Që sa herë po vesh i bardhë gjithë zi po shkën. Ama, te na thojnë, kur e vesh një këmish të bardhë e tregon shpirtin tanë të zi. E kur e vesh të zezë e tregon shpirtin tanë të bardhë. Jo, pra, kusht ka thonë kështë? Unë po thamë. Ja, veç marë, nuk dallon, tash në zikër në veshën e shpirtin e porë përmena. Normal, që e ki, këto për para të bardhë. O, më thoj që ngjyra zezë më rëmirë mua. Seriozisht? Seriozisht. Mu më thoj që ketë ngjyra të më. Apo ndryshesha unë e pe jetës, pe rjetës sociale. Ti ko ke njëti veç ma të qilë. Veç ma të qilë kë ka verë. A të zgudzoj më konë bashkë He, unë e bashkë thash s'pjaskenu se në kina do qikat Miradijës, në kanë mitë pa martu, janë të mira, janë treja. Ku i be Miradia? Jo, Miradia është në Miradi, te për me, po Miradia qikat e Miradijës. Kush është Miradia? Miradia është një grua që i ka do qika. Po i e bra, sa ku me dit, aj veç emni po të kalëzër ku me dit e ko qikat e mira, ja. Jo, qika vetë me lesh janë e mirë, vëlla. Po çam vi mu me lesh, aj zdi njeri që me thira do të shpia. Zëdir lesh. Ja, unë të regua që jem një njëftim e sipër, edhe... E ka hito është ajo nuse, oke, mos të përmena, mna veç e ka hito. Edhe qysho, ajo e din për ka e kina fjallin. E Gilanit. Hajde për hajde! Sa kështu të tonë që unë e këmë kujtu më fillim që ti e Gilanit. Jo, nuk kemi Gilanit. Edhe ajo jetë në Zvicër? Në Syri. Oke. Qysh jeni njoftu me ta? Ose qysh jeni të njoftu? Valloj qëre. Unë i shënu që qëre, unë i shënuva njerë. Edhe ma boni ju, thasë si jam interesu, ma bedin. Edhe mu kur të më pëlqen dikush, unë insistojnë të. Thash, apo do mu njoftu, thash, apo ti që i mësit, thash, cilën për lyp, thash. Edhe pe që aty që ja këna njësë më njoftu, flasë. Ta më svi që mësit se për njoftu. Ja tha që me mësit, ja tha që ju tha që me mësit. Serios e mësit ja qove? Po s'ti shekoj të është ne. Oke. Edhe tani masa ne ja nisëm të njoftu që të. Ti thuj që tash ti e kom gjithë mësitin. Unë jam mësiti. Po ja tash mësit i po na vetës, o nëse jam të njoftu me të. Edhe oke, do me thonë, e din familja jote? Ju hala nuk e din, veç e bona publike tash se din. Që sheko e Ja. A di që nonat, po më duke që peni nonën tonë të më thonë, o, vete për emën. Nonën e nesër i bën 5 vjetë që ka vdek nonën. Oke, kërkoj falje, se kam dit. Zakonisht motrat, familjarët, edhe nonat. Motrën e kam shumë të lirë, edhe... A ke të regu? Jo, nuk i kam të regu motrës, edhe e di që ma acceptan, a bedin, se... Babin e ki gjallë? Po. A i ki të regu babin? Jo. Jo, se me bobi të regu babit me herë këshyrë. Me hitë e burrat. Kur shumë ajo qikë? Këshyrë me herë me hitë e burrat. Sa herë jeni taku me edhe bajsi? Asa dhe një herë. Seriozisht? Dashnia me vërtet është kur të ndjen, kurse sheh, kurse prek. Unë besoj qështu. A e ke po live? Jo. Veç e di që më pëlqen shumë. Edhe njina shumë mirë me të kur flasë. Seriozisht? Seriozisht po. Aridon shkoj për aeroplanit edhe shkoj drejtë në Cëri? Unë mu konë Cëri, kisha nejt. Unë nuk shkojt e nuse të të morte unë. Jo, unë kisha hypë në aeroplan në Cëri, kisha nejt, kisha thë nuse del, se po du më të pa. Si kisha bo kap e drejtë e në Mitrovic. Në shkurt vjen Kosovë. Po ti në fillem në fund me si shkurtit ti po shkojshe? Dashnia zvet, e shtyjnë biletën. Unë e majmen! Po edhe unë e di që a flasë, për ato të tash. O zemë, rëmë po të ngusi e ka pak? Jo, absolut. Aridon, qka kemi bo dhurat këtë të kosh? Ose qysh komu kanta kemi juve i parë? A ke planifiku për? Që duke është je djallë shumë romantik. Nuk e di, e kam një mendim. Qore, romantik jam, po e di ku do të me konë romantik.
Bili bashkë po me thash që do me të bo, thash do ro, thash kur shijem. A kemi dalë me prit në aeroport me lule? Do më shemë. Jo. A kemi dalë... Nuk jam që shërmatik. A kemi dalë me prit në aeroport? Në aeroport pu se pu, po unë besoj që dhurata me mirë për të kë jem une. A kemi dhënë putjen në aeroport apo në kerë? Në bërë aeroportit. O, si të shë. Edhe bili pak pore, thash s'kom rjet me shënutër se mu kisha argjit rjeti. Tha ma mur menja, tha se në Kosovë, tha herë tha ki, tha herë tha skije, bili E bashkë. vërtet? Edhe e jetin që, qëre, une jën konë ma herët jë martum. Edhe E martesa... ke tregu asaj që... Po, edhe e ka akceptu, nuk është diçka. Martesa që e kom pasë më ka lëndu shumë. Fëmis keni pas? Jo. Shqyqyrë. Martesa më ka lëndu shumë kohën e fundit, se kur të bëjsh shumë për një person edhe kur nuk respektuesh edhe vlerësuesh për çato që je, unë besoj që e lidhje më mirë është më kaput. E vërtet. Edhe mos me vazhdu manena. Edhe ne e kena gjetë një mënyrë shumë të qartë edhe të bukur që për me kaput atë martesë, nuk është që çdo kujt i ndodh. Nuk jem as i pari as i fundit që i ndodh një martesë të shtume, po menet se shmjas që gabimet që bëhen në martesë faji gjithmonë është jetim. Gabimet që bëhen në martesën e parë për shembull, se ka njerë për shembull që martu një herë, 2 3, si ka ecë, është sot është i martu me me fëmije, jetën i lumtur apo kupton. Po kur nuk ecë një martesë, gjithmonë unë po them apet fojin është jetim. Nuk je fajtur as vet as ish partneri apo çdo gabime për shembull që i bën njëri në martesën e parë, është mirë mos mi përsërit në lidhjen e dytë ose në martesën e dytë. Janë këto gjithmonë e cejko, apo kupton. Të na thonë ku të djeg tamli, i thryna kosi. Po e vërtet është. Edhe për ata që më ka lëndu martesa, unë sot mendoj mirë, edhe për ata që më the e ke po live, nuk e kom po live hale, se jena që 4 ditë njoftim me sipër, se unë thash që e di qa flas, edhe për që ata që jene që 4 ditë njoftim me sipër, unë kam qef me ta prezentuat senin në intervjist që nuk jam na i fargjali që e më shefe se diçka, për din. Se nesa mas nesër e she dhe mundët me thonë që je kon të njoftu me mu qysh, a për din. Po dhe që shke folë, edhe na e qesmi këto në mas nesër. Po, aja kuptuhet, edhe për që ata që më ka lëndu, unë e sot menej shumë. Menej shumë para se me taku një vojzë, para se me dalë me një vojzë, para se me Çka të ka bo që kjo vajzë më të rjek që ka të shumë? Që mi ka kallzu sa në drejt për sfilimi, edhe që mi ka thonë sa në që ashtu qysh janë. Para se më njoftu me këtë vojzë, unë jem konë edhe një njuhej tjetër, dhe më thonë kur jem do për ish partnerës. Edhe e njuhje, kur të është djali gjithmonë i sinqert dhe kur ka djali gjithmonë qëllime serioze, edhe e njohje më ka lëndua, vedin. Po tash unë nuk po du kërkujna mi shkatru familje se diçka. Unë mas 3 muj dite ku morë vesh aje që ka qene martume, apo kuptën. Tash po ta thëmë këty, ndash letë e she e, ndash mos letë e she, se mu nuk kom interesën më e pjesë. Po du më ju thonë krejt vojzat që... E kish pas burë, a? Seriozisht po. Ku zotje, bro? Edhe do më thonë ku morë vesh mas 3 muj dite. Edhe në momenti që 3 muj ditë, unë nuk besoj që jem pak. 3 muj ditë është atë zonë jetë njeri, a? Apo kupton, nuk besoj që jem pak edhe e ka ditë motra. Edhe në momenti që ka morë vesh motra, më ka thonë të rjeku me njëherë për sojna. Se jem njeri ma i pak. Jo ka dish me lonë burën e me orët e te, a? Po aja pretende ke që ashtu po. Strik, fëlla. Po aja pretende ke që ashtu po. Bravo të kofë që e lërgu, sepse me shkatru një familje është. Unë nuk jem as i tipi se nesër, unë besoj shumë që nesër më kthejet mu qaj sen. Apo din, nuk jem unë as i tipi që këm qef me po grunë tem të full me dikën tjetër. Edhe momentin që e ku morë veshën me rrgu me njëherë. Edhe momentin e ka ditë edhe motra që thej ke tregu motrës. 3 muj ditë normal që s'ki qore pa i tregu motrës, ose vllaut. Edhe momentin që e ka marrë vesh motra u konë e pare që më ka thonë largohu. E tash që kjo lidhja që je, tash, të që kjo njohja që je, ku qihi live, ajo më thonë më falë, a jeti qaj djali që keve në video se zëmë. Nuk e dia i ka po intervistat e mia, se në për intervistat tjera që jam doli komplet për rreth punës edhe rreth kuzhinës, se unë jam i specializuar për 4 kuzhina. Okej. Franceze, portugeze, zvistrane, italiane. Jam i specializuar për të, domethënë ku morr diploma në Zvicër. Edhe punoj me metale. Familje jeton në Zvicër apo ajo nuset ka pas marrë? Jo, veç vetën. Unë jam dol veç vetën, domethënë kicanet që i kam sot i kam bo veç vetë.
Jam dole atje në moshën 17 vjeçare. Shumë i ri jam dole atje. Edhe më ka prit ai fati se do familjare, do kështu normal se pa familje, pa pas ndaj familjare atje na gjithmonë e dina se s'mundesh me marrë një rrugë tipi kështu me shku atje veç vetën. Unë e kam marrë se unë e kam një shok atje në Gjermani, edhe nuk e kam familje, po e ka emrin kushtrim, është i Podujevës, unë jam i Ferizaj, do më thonë, kena një distancë, ajo është këtë kufi, unë jam në atë kufi, edhe besom në Zot, unë atë djallë, unë e kam bas kur vlla temin, unë e kam bas kur, unë as djem të haxhës tem, as djem të farefisit tem, nuk më ka ndalë që shumë ka dalë që ky shok jem, që ky kushtrim i Podujevës. Unë jam marrë sot me një shok, jem pëme ka një marrë, unë e kam edhe një shok tjetër. Bili Ljolle ka emrin, që këto dhe ato atje i kam sigur vllaznit mi. Kurse kam vllon në Kosovë, unë veç me qato që i përsheq atje dhe me atë lullin veç me qato dy rri. Me djallin atje me qonë që është. Okej. Veç me të rri, apo kupton. Edhe veç me këta i një sigur vllaznit mi. Edhe kurse kam vllon këty, domethënë veç me këta dy rri nën stop. E po du me dollë të aja që normal që gjinjet, në shoku që është shok gjithmonë ku me të gjind. Apo kupton. Po, unë po thëmë edhe njerë, kërkosh nuk e merr një rrugë për Kosovë me shku atje pa pas dikonin. E vërtetë. E unë e kom pas fatin që i kom pas do familjarët mi atje. Po, tash familjarët mi, po unë kom punue. Kom punue dhe... Ata përmenin. Jo, që fal neve. Allah, më kaldo, je shumë i sinqert. Vallai, jo s'ma përmenin. Seriozisht. Pasha zuti, kur s'ma përmenin. Falënderit për ty në kur s'ma përmenin. Seriozisht? Kur. As nuk thoj që t'jeti, na ramet që të në Zvicër. Jo, kur s'ma përmenin. Unë kur jem dole atë jem dole në zezën e kum pagu parët e mija, ata nese. Kanë mojtë banes? Unë kanë mojtë banes, ke hangër, ke pije, la me ujtë atinve, me rrim të atinve, ke përdor internetin. S'ma kanë përmen asë njëherë. Seriozisht? Asë njëherë. So mirë. Mu e ky shoki jem, më ka thonë kushtrim nëse të bëhet viza punës, une 6 muj ka më të majtë pa pare. Atë ka mojtë? Po, pa nësë më ka të viza punës. A les ka orë viza punës? Ti këke që me një kom në rdhe, me një kom i dhe. A mo shkojte aj, se e kam shpisin shpiteme. Qëfar mesazh ju kështë edhon gjithë njerëzve? Qore, unë e kështë të jep një mesazh mas pari për vojzat. Mos e lëndoni asnjëherë një djalë, se për shembull unë që shtu një farfjalë unë jam rzupi dardha, bëdin. Po kush do rzupi dardha s'ledin e të msheh. Po, edhe mos e lëndoni asnjëherë djemt, edhe kallzoni gjithmonë sinqerta me djem, se nuk ka djem të këqij i cudit. Ka shumë djem që këshyrin mora hatu, me pas një partneret të mirë, të bukur, të sjellshëm, sinqert ofër vetes. Unë të kallzova që jem lëndu shumë. Edhe shpresoj shumë që mos më lëndu hera tjera. Edhe pse gjithmonë kallzona i sinqert edhe gjithmonë i them sanet që ashtu qysh janë. Nuk e bëj për shembull që shtoj një farfjalë mizën bull. A vëden? Nëse pak e rrita ma. Ja. Heç nuk e rriti. Edhe po ju kisha thonë që mos i lëndani djemt, japni dashni sa më shumë. Ti këtën shumë. Po. A e përfundojna me një valle? Jo, këtë qysh me përfundu? Jo, unë e kënoj edhe kësina bashk. Vite, mos ma prish qefin. Ti po kësen TikTok, i na të boni TikTok, i zënë që i na të boni TikTok. Hajde, qo. Jo. Ja. Mos ma. Unë e qona për ty. Hajde, 3, hajde luj qyqek, unë e peknoj, ti pekcen. Hajde luj qyqek, rapatapatap. E ju të dashën veç, rëni me neve sepse gjonat miraj se dhe veç na Kosova Info informon për gjdo. Aty ku e bukra ka një emra, jemë rrinë na Kosova Info.